Cilat janë shenjat e para dhe të dukshme që pacienti të dyshoj për çarjet e daullës së veshit dhe të shmang përdorimin e alkoolit borik? Po, alkooli borik pika për vesh nuk duhet të përdoret edhe në rastet kur dyshohet për dëmtim apo perforim pra çarje të daullës së veshit të shkaktuar nga përdorimi i krurseve të veshit apo objekteve të tjera rrethanore, tradicionalisht dhe gabimisht të përdorura për krurjen apo pastrimin e veshit. Kur tentojmë të pastrojmë apo të kruajmë veshin me këto objekte të holla por të forta, apo shkopinj pambuku që ndryshe quhen edhe krurset e veshit, duke i shtyr thellë në vesh, nuk është se gjithmonë mundin të heqin dyllin dhe papastërtitë e veshit. Nga një herë mund t'i shtyjnë ato me afër daullës së veshit.